E qartë, konkretisht, si kanë qenë palët politike në këto zgjedhje? Pra, duke që gjithmonë janë të gatshëm për të pranuar rezultatet. Gjë e cila nuk ndodh në Shqipëri. Janë të qetë për faktin që e din shumë mirë që ka një kualitet të zgjedhjesh, pra nuk ka deformim apo tjetërsim të votës së qytetarëve, ndajnë gjithmonë dakord dhe do doja të ndaleshim pak më pas edhe tek deklarata e Albin Kurtit, i cili ka thënë se këtë herë kemi patur një luftë të madhe, duke qenë se gjitha partitë ishin bërë së bashku për të na luftuar. Shiko, po e nis nga fundi, nga Albin Kurti. Në fakt, në këto zgjedhje, pra në zgjedhjet e pjesme ose të raundit të dytë të balotazhit, kishte një angazhim të madh të gjitha partive politike vetëm që të rrëmbenin të gjitha ato bashki ose ato komuna të qyteteve që kishin shkuar në raund të dytë. Po të shkojmë, do të nisemi nga Prishtina. Prishtina kishte një rezultat shumë të parafort mes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Domethënë, po ta nis me shifra. Lidhja Demokratike ka pasur 33.71% të votave në raundin e parë, ndërsa vetëvendosja ka pasur 33.21%. Pra një diferencë shumë e vogël. Ndërsa në këtë raund të dytë, ajo çfarë bëni përshtypje ishte afrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës me Partinë Demokratike ose konkretisht të përparim Ramës me djalin e Hashim Thaçit, i cili kishte ndikim shumë pozitiv në drejtim të votave dhe këto vota të djalit ose të kryetarit de facto të Partisë Demokratike Hashim Thaçi i dhan fitoren e përparim Ramës. Ndërsa gjitha pjesët e tjera të komunave të tjera ka pasur ndikime më të vogla të këtyre dy partive. Po të shkojmë pastaj edhe në Prizren. Në Prizren kishte një koalicion mes LDK-s dhe PDK-s. Ndërsa, po ta themi në hapësirë më të madhe. Ndërsa vetëvendosja kishte vetëm një parti të vogël që quhej Lëvizja Bashkë për Prizrenin e një ish luftëtarit UÇK-s, i cili u bashku me vetëvendosjen për t'i dhënë një shtys asaj që dilte në pushtet për faktin se Shaqir Totaj kishte ndryshuar gjuhën e të folurit, deri tani ishte një njeri i qetë që kishte përcjellur qetësinë për të gjitha ato çfarë deklaronte, ndërsa në ditët e fundit ai kishte ashpërsuar gjuhën. Dhe kjo gjë u pa si një formë kërcënimi për qytetarët e Prizrenit dhe ky personi, pra kryetari i Lëvizjes Bashkë për Prizrenin Zafir Berisha, doli në krahun e vetëvendosjes për ta ulur të ritëm vrazhdësie të Shaqir Totajt. Pavarësisht kësaj tendence, Lidhja Demokratike i dha edhe në Prizren në fitoren e Partisë Demokratike. Pra, ndikimi i Partisë Demokratike duke dhënë fitoren LDK-s në Prishtinë, u shpërblye me ndikimin e LDK-s për të dhënë fitoren e PDK-s në Prizren. Megjithato, partitë e tjera, domethënë, po ta kapin domethënë tek pjesa e vetëvendosjes. Vetëvendosje ka qenë, po themi, e vetme në të gjithë këtë kalvar që nga fillimi i procesit parë deri tani ka qenë vetme në vota, ka qenë vetme në kërkimin e votës. Dhe po të shikojmë edhe tek pjesa e Mitrovicës së Jugut, ku fitoi Faton Peci. Edhe në raundin e parë Faton Peci ishte në epërsi. U munduan që kjo gjë të ndikonte me anë të exit polleve. Exit pollet e nxorën kandidatin e PDK-s, e nxorën fituesin në Mitrovicë. Madje u kërkua që këto exit pollet të hetoheshin edhe nga prokuroria, sepse pse ishte ky marrë gabimi kaq i lartë, apo ishte një ndikim i drejt për drejt i dikujt për ta nxjerrur këtë marrë gabimi. Për këtë gjë u kërkua dhe hetim. Ndërsa në komunat e tjera që ka fituar, sepse në gjithë territorin e Kosovës vetëvendosja ka fituar vetëm 7 komuna. Gjithashtu edhe LDK e 7 komuna. Ka 6 komuna pjesa e PDK-s, pastaj partitë e vogla, nisma e Fatmir Limat ka marrë vetëm një komunë, ndërsa pjesa e AAK-s ka marrë 5 komuna. Gjithë pjesa tjetër, domethënë janë partitë e vogla ose partitë të cilat jo të komuniteteve të vogla që jetojnë në